kandidatëve për kryeministër, nuk kemi ndonjë ndryshim të kandidatëve, përveç të PDK-ja kemi një ndryshim të ndoshta statusit kandidatit, për shkak se herën e kaluar ishte Bedri Hamza kandidat për kryeministër, po ishte një kandidat i zgjedhur prej subjektit, po nuk ishte edhe lider i partisë. Ndërsa kësaj radhe kandidat si kryetari i partisë, sepse është zgjedhur në konventin e PDK-s, kryetari i PDK-s, dhe kësaj radhe nuk është, domethënë vetë si antar që është zgjedhur i partisë si kandidat, por është edhe kryetari i subjektit, edhe ndoshta e ka bënë një reformë të organizimit të zgjedhjeve në formën që shaj ka pa me një strukturë të re të subjektit. Gjithsesi tash sa i përket programeve politike, as zgjedhjet e fundit nuk ka që kom pa ndonjë program të mirëfill politik edhe ndonjë ofertë serioze për qytetarët, sepse në fatkeqësisht në zgjedhjet e ne nuk garohet me programe politike, po garohet me akuza edhe kundër akuza dhe me tendenca të fyrjeve, linçimeve dhe një gjuhë të ashpër që nuk i ka shkon për shtati as politikës edhe as vetë kandidatëve apo subjekteve që janë ngarë. Gjithsesi, ka premtime megalomane, të cilat edhe që në start kur ti dëgjon e kupton që janë të pamujtme dhe të paarritshme, duke pa rrjedhën e procesit qetësor Kosovë dhe standardit që aktualisht ne kemi.